E telefonon, zotri? Nga Prishtina? Nga Prishtina, si e, zotri? Po mirë, ju si jeni? Mirë dhe ne, faleminderit. Kush i ka fajt nëse shkojmë në zgjedhje, po? Po, është rregull, ajo rregull e demokracisë prej antikës e derisa që partia që është me shumicë ose koalicioni ose cili ai duhet ta formojë qeverinë, për qeverinë në këtë rast nuk kem kur far problemi, për shkak se qeveria mund të formohet. Po, i ka votat, po. Po, kur çështja e zgjedhjes presidentit normal që e kërkon 2/3 na e kanë lënë atë histori e këtë për shkak se e kanë ditë si mundet me ardhur një qeveri e cila nuk e pyet kërkon. Kështu është presidenti është një lloj rregullatori, do të thotë në raste të veçanta, domethënë. Kështu si çka duhet bëj sipas se vetëvendosja dhe opozita, më thuaj? Vetëvendosja sikur gjitha partitë deri sot që janë kon, edhe pse se kanë pas një shumicë sikur tash që e ka absolute, duhet me lyp një aleat, duhet me lyp me ofru diçka, nuk mund është i veç me marrë e mos me dhonë kur gjë. I ka thonë edhe Ibrahim Rugova, edhe PDK-ja, edhe e kanë thonë qeverinë, e kanë thonë kryetarin, pa tjetër. Kështu, e tash është e pa imagjinueshme me marrë krejt. Populli nuk ja ka thonë krejt votat. Populli nuk e ka thonë që me kontrollu shtetin. Sipas bisedës me ty, e kuptoj që VFA-n vetëvendosis, pra. Normal, e ka thonë, çdo të mirë. Faleminderit shumë, gjithashtu.